Horoskopi ditor 11 nëntor 2025, dashi, rritje e brendshme dhe familjare në retrograd, për ty, dashi energjik dhe i drejt për drejt, Jupiteri vazhdon të ndikojë në sferën e familjes dhe jetës së përditshme, duke sjellë mundësi dhe përfitime në marrëdhëniet personale dhe ambientin shtëpiak deri në qershor. Sot, Jupiter nis retrogradën e tij vjetore që zgjat deri më 10 mars 2026, duke krijuar një kohë për ngadalësim, reflektim dhe rishikim të planeve që lidhen me shtëpinë, familjen dhe studimet. Ky është momenti ideal për të balancuar çdo tepri ose shpërdorim të kohëve të fundit, për të ripunuar projektet që ke nisur dhe për të përmirësuar gjërat që janë në proces. Mund të ndihesh pak i çorientuar ose i shpërqendruar sot, prandaj është e rëndësishme të fokusohesh tek prioritetet dhe të komunikosh qartë, duke mos lënë gjëra të pazbuluara ose të paqartë në jetën personale dhe familjare. Vonesat ose pengesat e vogla janë mundësi për rregullime të dobishme, jo vetëm pengesa. Përpiqu të mos nxitoj vendime të mëdha dhe ruaj qartësinë mendore për periudhat më të favorshme. Këshilla për dashin, ngadalëso ritmin dhe rikthe vëmendjen tek çfarë tashmë ke nisur, rishiko planet dhe projekte në sferën e familjes dhe studimeve. Komunikimi i qartë me të afërmit është çelësi për harmoninë, shfrytëzo çdo vonesë si mundësi për përmirësim dhe rritje personale. Retrograda e Jupiterit të kujton, ngadalëso, rishiko dhe ripuno, gjërat që do të korrigjosh sot, do të sjellin fryte të mëdha nesër. Demi, rishikimi i thellë dhe lidhjet që vlen për ty, demi i qëndrueshëm dhe i kujdesshëm, sot Jupiteri kthehet në retrograd, duke qëndruar në këtë pozicion deri më 10 mars 2026. Kjo periudhë zgjat 4 muaj dhe fton të rishikosh, të rafinosh dhe të përqendrohesh tek ajo që ke ndërtuar deri tani, veçanërisht në mësim, komunikim, udhëtime dhe projekte që lidhen me zhvillimin personal. Ndërsa mund të ndihesh i bllokuar ose i dyzuar sot, kjo është një mundësi e vlefshme për të kuptuar cilat lidhje dhe projekte kanë rëndësi reale dhe cilat mund të rishikohen ose ripërtërihen. Nuk është koha për të nisur gjithçka nga e para, por për të përmirësuar dhe për të zhvilluar atë që ke. Në dashuri, mund të ndihesh i tërhequr nga thellësia e një lidhjeje, duke kërkuar më shumë se sa duket në sipërfaqe. Shpesh, kjo gjendje të bën të ndihesh i dyzuar, një pjesë e zemrës të do stabilitetin dhe sigurinë, ndërsa tjetra kërkon thellësi dhe kuptim më të madh. Këshilla për demin, ngadalëso ritmin dhe përqendrohu tek ajo që tashmë ke ndërtuar. Rishiko planet dhe projektet ekzistuese për të gjetur mënyra për t'i përmirësuar. Në dashuri, kërko thellësi, jo vetëm duke, mos nxitim në vendime të mëdha. Rishikimi është çelësi, retrograda e Jupiterit të tregon. Thellësia dhe reflektimi sot krijojnë stabilitet dhe mundësi të reja për rritje të qëndrueshme nesër. Binjakët, rishikim dhe ritëm i qëndrueshëm në projekte. Për ty, binjakët e shkathë dhe kurioz, Jupiteri nis sot retrogradën e tij vjetore, e cila do të zgjas deri më 10 mars 2026. Kjo periudhë fton për rikontroll dhe rishikim të projekteve ekzistuese, duke u fokusuar më shumë te ajo që ke nisur sesa të marrësh detyra të reja. Mund të ndihesh i pakënaqur ose me entuziazëm të zbehur në punë ose me çështje financiare. Por ky është një moment i mirë për të vlerësuar sa kohë dhe energji ke për secilin projekt dhe plan. Sot mund të ndihesh se nuk ke mjaft hapësirë për të dhënë gjithçka për të gjitha, ndaj është e mençur të thjeshtëzosh dhe të mos e ngarkosh veten. Në dashuri dhe krijimtari, energjia është pozitive dhe përkushtimi ndaj projekteve personale mund të sjellë fryte afatgjata. Këshilla për binjakët, përqendrohu te projektet ekzistuese dhe mos nxitim me projekte të reja. Vlerëso kohën dhe energjinë që ke për secilin projekt, lejo vetes fleksibilitet dhe thjeshtëso rutinën. Shfrytëzo këtë periudhë për të forcuar lidhjet dhe kreativitetin e brendshëm. Retrograda e Jupiterit të kujton. Rikontrolli dhe ritmi i qëndrueshëm sot krijon bazat për sukses dhe qartësi nesër. Gaforja, reflektim dhe rritje e brendshme. Për ty, gafore e ndjeshme dhe intuitive, Jupiteri nis sot retrogradën vjetore, e cila do të zgjas deri më 10 mars 2026.
Ky është një moment për të rishikuar planet dhe projektet personale, sidomos ato që lidhen me jetën e përditshme, rutinën, punën dhe marrëdhëniet afatgjata. Gjatë këtij cikli mund të ndodhin vonesa ose keqkuptime, por ato janë mundësi për të reflektuar, rishikuar dhe përmirësuar atë që ke nisur. Projektet ose punët që mendove se i kishe mbyllur mund të kërkojnë vëmendje të re, dhe informacioni i fshehur ose detajet e harruara mund të dalin në dashuri dhe marrëdhënie. Ky është një moment për të vlerësuar lidhjet që kanë rëndësi reale, për të përforcuar komunikimin dhe për të shmangur tensionet e panevojshme. Kujdes me fjalët, veçanërisht me personat më të afërt, këshilla për gaforen, rishiko planet dhe projektet e rëndësishme në rutinën dhe jetën personale, shfrytëzo vonesat për të përmirësuar dhe rregulluar detajet e lënë pas dore. Komunikimi i qartë me partnerin ose bashkëpunëtorët është çelësi, mos e shih pengesën si bllokim, ajo është mundësi për të forcuar bazat. Retrograda e Jupiterit të kujton: ngadalso, reflekto dhe ripunoni çfarë tashmë ke nisur. Kjo sjell stabilitet dhe përparim të qëndrueshëm. Luani, sot Jupiteri nis periudhën e tij 4 muajore retrograde, që zgjet deri më 10 mars 2026. Për peshqit, ky cikël nënvizon nevojën për moderim dhe rishikim të energjive personale. Nëse kohët e fundit ke investuar shumë tek romanca, dramat emocionale ose projekte individuale kreative, mund të ndjehesh i shpërqendruar nga fusha të tjera të jetës. Kjo është një kohë e mirë për të distancohesh pak dhe të mos u përkushtohesh tepër kënaqësive momentale, rikuperimin e projekteve ose hobive të harruara, riorganizimin dhe balancimin e energjive, duke vendosur prioritetet në mënyrë të qartë. Kujdes, shumë zgjedhje ose detyra mund të të mbingarkojnë. Ndaj mos u përpiq të bësh gjithçka njëherësh. Përqendrohu tek ajo që ka më shumë rëndësi dhe përdor këtë kohë për të reflektuar dhe planifikuar me kujdes. Parashikimi, kreativiteti, shkëlqyeshëm, dashuria, shkëlqyeshëm, biznesi, mesatar, ky është momenti për të ngadalësuar, rishikuar dhe përforcuar atë që tashmë ke nisur, për të arritur stabilitet dhe qartësi. Virgjëresha, Jupiter retrograd dhe riorientimi i energjive. Sot Jupiteri nis periudhën e tij 4 muajore retrograde, që zgjet deri më 10 mars 2026. Për Virgjëreshën, ky cikël është një moment ideal për introspektiv, ngadalësim dhe rishikim të planeve. Edhe pse tranziti i Jupiterit në shtëpinë tuaj të 11 vazhdon të fuqizojë shpirtin tuaj të bashkëpunimit deri në qershor. Retrograda 4 muajore ofron mundësinë për rikthim dhe rivlerësim të projekteve të nisura, rikonceptim të lidhjeve dhe miqësive të vjetra, prioritizim dhe ritëm më të qëndrueshëm në punë dhe projekte. Kujdes, mund të ndihesh i ndarë midis dëshirave personale dhe arsyes logjike. Ndaj mos e nxit vendimmarrjen. Merr kohë për të reflektuar dhe riorientuar energjitë për të arritur qartësi dhe balans. Parashikimi, kreativiteti, shkëlqyeshëm, dashuria, shkëlqyeshëm, biznesi. I mirë, ky është momenti për të ngadalësuar ritmin, rifreskuar planet e vjetra dhe për të rikthyer balancën në jetën personale dhe profesionale. Peshorja, sot Jupiteri nis periudhën e tij 4 muajore retrograde, që zgjet deri më 10 mars 2026. Për peshores, ky cikël ju fton të ngadalësoni ritmin dhe të rishikoni zonat ku keni tepruar. Ky është një moment i mirë për përmirësimin dhe përfundimin e projekteve aktuale, gjetjen e shpërblimeve ose vlerësimin e përvojave dhe sukseseve të kaluara, rikthimi vëmendjes tek jeta personale, duke balancuar punën me kënaqësitë e përditshme. Kujdes, sot mund të ndihesh pak i acaruar ose i pakënaqur, veçanërisht nëse mendon se duhet të angazhohesh më shumë. Merr kohë për të relaksuar mendjen dhe trupin dhe lejo vetes të gëzosh frytet e përpjekjeve të deritanishme. Parashikimi, kreativiteti, shkëlqyeshëm, dashuria, e mirë, biznesi, e mirë, ky është momenti për të reflektuar, riorientuar energjitë dhe për të përfituar më shumë nga projektet ekzistuese. Akrepi, reflektim dhe rritje personale. Për ty, akrepi i thellë dhe i fokusuar, Jupiteri nis sot periudhën 4 muajore të retrogradës, që zgjet deri më 10 mars 2026.
Në fillim mund të ndihesh pak i zbehur ose më pak entuziast, sidomos nëse ke egzageruar në ndonjë fushë të jetës, por kjo është një fazë e natyrshme për të përshtatur me energjinë e brendshme të Jupiterit gjatë këtij cikli. Do të kesh mundësinë të kuptosh më mirë çfarë të motivon dhe të entuziazmon vërtet. Besimi që ke kultivuar mund të duket se pak po dobësohet, por kjo të ndihmon të shohësh planet dhe projektet në një dritë më realistike. Rishikimi i studimeve të mëparshme ose projekteve të nisura më parë mund të jetë veçanërisht i dobishëm tani. Këshilla për akrepin, ngadalëso ritmin dhe mos pres që të prodhosh maksimumin çdo moment të ditës. Shfrytëzo këtë periudhë për të rikthyer vëmendjen tek projektet dhe studimet e mëparshme. Kujdes nga mbërthimi mbi detaje të panevojshme. Reflekto për të kuptuar thelbin e gjërave. Përdor energjinë e Jupiterit retrograd për të rritur vetdijen dhe qartësinë mbi motivimet personale. Retrograda e Jupiterit të kujton të ndalosh, reflektosh dhe rimendosh planet e tua, të sjellë zgjuarsi dhe sukses më të qëndrueshëm në dashuri, krijim dhe biznes. Shigjetari, balancim dhe reflektim mbi marrëdhëniet për ty, shigjetari i zjarrt dhe i pavarur. Jupiteri nis sot periudhën 4 muajore të retrogradës, që zgjat deri më 10 mars 2026. Gjatë këtij cikli, energjitë e tua mund të kthehen më shumë drejt brendësisë, duke të nxitur të balancosh marrëdhëniet dhe financat e përbashkëta. Nëse ke egzageruar me shpenzimet, borxhet apo varësinë nga të tjerët për lumturinë, tani është koha për të rivendosur ekuilibrin. Ky është një moment i mirë për të rikthyer vëmendjen tek projektet e mëparshme dhe për të reflektuar mbi mënyrën si bashkëpunon me të tjerët. Sot mund të ndihesh i mbingarkuar nga zgjedhjet ose detajet e tepërta, por duke fokusuar energjitë tek prioritetet e vërteta, mund të rikuperosh qetësinë dhe harmoninë. Këshilla për shigjetarin, ngadalëso ritmin dhe mos e tepër energjinë tek të tjerët ose marrëdhëniet. Rivlerëso financat e përbashkëta dhe vendos kufi të qartë. Shfrytëzo këtë periudhë për të rishikuar projekte dhe për të mësuar nga eksperiencat e kaluara. Fokusohu tek prioritetet reale për të shmangur ndjesinë e mbingarkesës. Retrograda e Jupiterit të tregon reflektimi dhe balancimi sot. Të përgatit për sukses dhe stabilitet afatgjat në dashuri, krijimtari dhe bashkëpunime. Ricjapi, rishikim dhe ekuilibër në marrëdhënie dhe projekte. Për ty, ricjapi i qëndrueshëm dhe praktik, Jupiteri nis sot periudhën 4 muajore të retrogradës, që zgjat deri më 10 mars 2026. Gjatë kësaj kohe, fokusi është mbi partneritetet, negociatat dhe projektet ekzistuese. Është koha të vësh gjërat në perspektivë realiste dhe të zhvillosh atë që ke nisur, pa marrë më shumë përgjegjësi ose sfida të reja. Nëse ke qenë shumë i angazhuar për të mbështetur të tjerët dhe ndihesh i ngarkuar, tani është momenti për të gjetur ekuilibrin mes pavarësisë dhe përgjegjësisë ndaj të tjerëve. Mund të rikthehesh tek lidhje, projekte pune ose programe shëndeti të nisura më parë dhe t'i përmirësosh me sukses. Sot, pavarësisht nga tendenca për të shqyrtuar çdo detaj, pjesa tjetër e shpirtit tënd dëshiron spontanitet dhe qetësi. Këshilla për ricjapin, rishiko marrëdhëniet dhe projektet ekzistuese para se të nisësh të reja. Gjej mënyra të buta për të balancuar pavarësinë dhe angazhimin ndaj të tjerëve. Fokusohu tek problemet që mund të zgjidhen dhe mos u mërzit nga gjërat jashtë kontrollit. Shfrytëzo kohën për reflektim pa e tepruar mendërisht. Retrograda e Jupiterit tregon vëmendja tek ajo që ke nisur dhe ekuilibri i mençur, sjell përfitime të qëndrueshme në dashuri, punë dhe marrëdhënie. Ujori, rishikim dhe ritëm në punë dhe shëndet. Për ty, ujori i vizionar dhe analitik, Jupiteri nis sot periudhën 4 muajore të retrogradës, që zgjat deri më 10 mars 2026, duke u fokusuar tek punët, projektet profesionale dhe shëndeti. Gjatë kësaj kohe, është koha të vlerësosh atë që ke nisur, të rishikosh progresin dhe të bësh përmirësime ose korrigjime, pa nisur detyra të reja ose zgjerime të mëdha. Ky cikël ju ndihmon të gjeni ritmin e duhur, të praktikoni moderim dhe të shmangni mbingarkesën. Edhe pse mund të ndiheni pak të tërhequr ose të pasigurt për vendimet e sotme, kjo është thjesht një mundësi për t'u larguar pak nga situata dhe për të fituar perspektivë.
Ndani kohën dhe energjinë me mençuri për të arritur balancën mes projekteve dhe mirëqenies personale. Këshilla për ujorin: përqendrohuni tek projektet dhe rutinat që keni nisur, praktikoni moderim dhe ritëm në punë dhe shëndet. Merrni pak distancë nga problemet për të fituar qartësi, rishikoni dhe përmirësoni projekte pa u ngutur drejt zgjerimeve të reja. Retrograda e Jupiterit tregon: fokusimi i mençur dhe ritmi i balancuar sjell përfitime në punë, shëndet dhe projekte afatgjata. Peshqit, ritëm dhe rishikim personal. Për ty, peshqi ëndërrimtar dhe intuitiv, Jupiteri nis sot periudhën 4 muajore të retrogradës, që zgjatet deri më 10 mars 2026. Ky cikël të fton të moderosh energjitë dhe ambicjet, veçanërisht nëse kohët e fundit ke investuar shumë tek romanca, dramat emocionale ose projekte individuale kreative, duke neglizhuar fusha të tjera të jetës. Kjo është një kohë e mirë për të rikuperuar ose rilancuar projekte e hobi të harruar, për të reflektuar mbi vendimet dhe për të gjetur balancën mes kënaqësive dhe përgjegjësive. Megjithse mund të ndihesh i mbingarkuar me shumë zgjedhje apo informacione, një qasje e matur dhe e organizuar të ndihmon të menaxhosh situatat më mirë. Këshilla për peshqit: përdor këtë kohë për të rishikuar dhe riorganizuar projekte të nisura më parë. Praktiko moderim dhe përqendrim tek gjërat që kanë rëndësi. Kujdes me vendimet kur vëmendja është ndarë. Rikupero pasione dhe hobi që ke lënë pas dore. Retrograda e Jupiterit tregon: ngadalësimi dhe rishikimi të ndihmon të gjesh ekuilibrin mes kënaqësive personale dhe përgjegjësive të jetës.